Edhe pse ka një armë pushim, duket se ky armë pushim ka filluar të ketë problematikat e veta pasi Izraeli sulmoi në mënyrë, po themi, të fortë Libanin. Për të folur mbi çfarë po ndodh në linjën e mesme, kam të ftuar në një lidhje direkte Zaçi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Edhe falenderoj për ftesën. Zoti Islami, çfarë po ndodh në linjën e mesme? Lindja e mesme do shkatërroj botën. Ka që thjeshtë. Mendimin e Amerikës dhe të qeputëve. Sepse Trumpi, presidenti amerikan, i ka hyrë detit me këmbë, thash era në kaluar. Dhe nuk pyet se çfarë pasoja ka ajo luftë që ka filluar ai për interesat të Netanyahu, personaliste të Netanyahu. Po edhe për veten e tij, si ish lojtar i mirë që ka qenë tek Epsteini, sipas videove që shohim tani. Pra, ata nuk pyesin. Vetëm se, për fat të mirë, vajten e ngacmuan gjallë për nga bishti, që do të thotë sulmuan Iranin. Irani është superfuqi, jo fuqi, do të ri. Sepse ka një tokë dhe një teren shumë të madh, ka një teren shumë të thepisur malor me gryka, me shkëmbinj, me rrëpira, edhe më thash dhe ai për më tepër është komplet i fortifikuar me tunele dhe e ka të pamundur qoftë Amerika, qoftë Izraeli, edhe pse janë të superfuqishëm në aviacion, nuk e kanë të mundur që të shkatërrojnë Iranin. Përpasoj, ata do vazhdojnë sa ashtu si që kanë se s'ka kush të thotë ndalë, të vrasin njerëz të pafajshëm, të vrasin qytetarë në Liban, të vrasin qytetarë në Palestinë, në Gazë, në Iran, të vrasin qytetarë të pafajshëm, sepse forcat ushtarake të Iranit ata si arrin dot kurrë. Dhe Irani u tregoi se çfarë fuqie dhe çfarë përsi e ka që udhëzoi aeroplanët, që ishte një goditje jo e vogël kjo, jo për Amerikën, fat keq, po ishte goditje e vogël për Trumpin, që po ishte goditje shumë e madhe për Trumpin që po bën aventura. Besoj nga Kongresi Amerikan, nga Senati Amerikan, që këta aventurierë ta shkarkojnë sa më shpejt që të jetë e mundur dhe të shpëtojnë botën nga rreziku. Avokat Donald Trump, fakt, paralajmëroi Iranin që do të shfarosë një qytetërim të tërë dhe duket se kërcënimi pati po themi rezultate, se u arrit armëpushimi. Shikoj, Irani nuk ka çfarë i bën, ai Donald Trumpi nuk ka çfarë i bën Irani dhe nuk e shfaros dot 1.600.000 km², nuk është e pamundur. Ato e ka bluff, e ka propagandë për të thënë që shikoj se unë jam i fuqishëm. Jo do të ri, dhe nëse është i fuqishëm populli amerikan, nuk është i fuqishëm Trumpi. Trumpi vetë nuk bën dot asgjë. Pse avokat në mënyrë ushtarake kush është më i fortë, SBA apo Irani? Në ajër është Amerika, në tokë është Irani. Dhe në qoftë se nuk shkel këmbë ushtarit amerikan në Iran, Amerika s'bën asgjë veç e një vrim në ujë. Ndërkohë sa i përket sulmeve që bëri Izraeli në Liban, a ishte po themi një minim i kësaj armëpushimi, pasi Pakistani, në fakt, shteti që bëri dhe të mundur arritjen e këtij armëpushimi, deklaroi që Libani ishte i përfshirë në këtë marrëveshje, në këtë armëpushim. Po dihet që qeputët janë të pabes. Nuk kanë besë. As pes kanë, as bes kanë. Kështu që nuk pres një tjetër nga qeputët tu. Nga qeputët pres vetëm që Irani të thyej turit edhe ti asgjësoj fare të duken nga vagjet e ut. Si e shikoni të ardhmen e kësaj lufte, avokat? Do të riqet Amerika. Në fakt, s'po të riqet Amerika, sa Amerika ka zëra që thonë mund të ketë një marrëveshje që të taksoj në mënyrë të përbashkët të ngushticën e Hormuzit.
Tani, ngushticia e Hormuzit, zotëri, është e super armatosur dhe super minuar. Sepse në ngushticin e Hormuzit, në ndet, në bregun iranian, janë vendosur 10 torpeda, mina nënujore, të cilat janë tamam si lurë që lëshojnë anijet. Dhe se pa mundur që ta komandoj atë Hormuzin Amerika, se pa mundur. Mirë po ka një problem tjetër të cilën ne pak e kemi trajtuar dhe janë interesat e Kinës. Kina merr 80% të naftë se merr nga gjiri e Hormuzit nga Irani zotëri dhe nga vendet produse arabe të naftës. Si thoni ju do dorëzohet Kina para Izraelit? Jo, s'bën vaki. Nuk ndodh. Dhe shpresoj që nesër pas nesër Kina të kërkoj për ta larguar Amerikën nga Irani dhe nga Hormuzi. Mendoj që do t'i kërkoj të marrë Tajvani, se është pjesë e saj. Tajvani është pjesë kineze. E shtetit kines. Shohim. Janë të tëra opcionet në tavolinë. Nuk ka dalë Kina akoma me kërkesën për Tajvanin, po armatose fuqishëm ditë për ditë. Nuk harrojmë dhe interesat ruse në Iran dhe në gjirin e Hormuzit dhe në lindjen e mesme. Kështu që Donald Trumpi i ka hyrë detit me këmbë. Avokat, si e parashikoni këtë luftë dhe a mund të ndodhë që Amerikanët të përdorin bombën bërthamore? Një bombë bërthamore nga Amerika do të thotë luftë botërore. Se po filluan me bomba botërore, pastaj do hedhë Amerika vërtet bomba botërore, ashtu atomike. Po ka dhe Rusi bomba atomike, ka dhe Kina bomba atomike. Mund t'i pres dhe Amerika bombat atomike në Amerikë, në vendin e tyre, në Shtetet e Bashkuara. Atëherë cili që interesi kësaj lufte edhe kësaj hedhje bomba atomike që do bëj Trumpi, sa do djeg botën, prandaj shpresoj tek politika e drejtë dhe largpamse e Senatit Amerikan që ta shkarkoj këtë aventurier të degeneruar të Epsteinit, që sot është presidenti i Shtetit e Bashkuara të Amerikës. Avokat, ka pasur disa ndryshime në administratën Trump, ku Donald Trump ka shkarkuar shefin e shtabit të ushtrisë. Pse kjo lëvizje? Jo, nuk është vetëm ai, janë 20 general amerikanë që kanë dhënë dorëheqjen zotëri. Në fakt i ka shkarkuar, jo se ka dhënë dorëheqjen. Jo, kanë dhënë dorëheqjen që s'kemi atë punë, ka shkarkuar ai. Kanë dhënë dorëheqjen sepse shikojnë që Trumpi ka hyrë një aventure që fundi është i hidhur për Amerikën. Dhe nuk ka fund të lavdishëm aty. Ndaj kanë dhënë dorëheqjen, ata dhe i thonë tani dili vetë për zotë ushtrit, dile komandoje ti. Avokat, a besoni që do arrihet një marrëveshje paqe dhe a do shkojë deri në fund armpushimi? Sigurisht që ka pasur, po themi, diskutime lidhur dhe me mënyrën se si është qasur Izraeli ndaj kësaj marrëveshje. Zotëri, Izraeli thuaj se është shkatëruar totalisht nga raketat iraniane. Jo e dim, kemi parë, se dini ju, po unë e di se i shikoj dhe kanalet tjera dhe stacionet tjera që transmetojnë dhe videot tjera. Me i atë do të asëm si kur s'ka pësuar atë gjë. Fundi është i palavdishëm për Izraelin dhe për Amerikën në Iran. Është fundi palavdishëm. Kjo nuk do më diskutim dhe kështu trajtim. Do të rriqen, o do të rriqen ata nga Irani, o do bëhet luftë botërore dhe të zgjedhin të marrin, por nuk ma merr mendja se do rrinë fuqitë e tjera bërthamore të bëjnë sehir dhe të djegin botën për qef të këtyre dy aventurierëve. A mund të braktiset Izraeli në këtë luftë nga amerikanët? Në qoftë se Amerika
do vazhdojë të qeveriset nga aventurierë si punë e Trumpit, Izraeli nuk pëson gjë, por nëse pushtetin në dorë dhe komandën në dorë do ta marrin patriotët amerikanë, politikanët patriot, do të thonë Izraeli shko qëro, futu atje në vrim të minute dhe mos u ndjej më. Deri tani Izraelin e mbrojnë Rothschildët, Rockefellerët, Duponët, të tërë që futët e Amerikës që qeverisin botën në hije. Pra, fundi i Izraelit është fundi palavdishëm, ta dini. Ka më Irani armë për të përballuar forca të shumta bombash nga Izraeli dhe Amerika? Ka sa të duash, dhe se kanë problem. Se vazhdojnë të prodhojnë armë, sepse ata industrinë e kanë të tërë në tokë. Sa do që ti bombardojnë nga lashtë Amerika dhe me bomba nga ato të thellësisë që janë ato që vjen deri 60 metra, 70 metra, por nuk ka bomba që të çpojnë malin 500 metra thellësi, nuk bën vaki. Dhe Irani të tërë industrinë e prodhimit të armatimit e ka në tokë. Pra aty prodhon dronët, aty prodhon raketat, aty prodhon edhe aeroplan ka të srehuar në tokë që nuk po i nxjerr tani, sepse akoma janë akoma të fuqishëm amerikanët aty me armatimet që kanë çuar. I ka shkatëruar Amerikës disa baza në lindjen e mesme rreth rrotull Iranit. Ka ndaluar luftën me bazat amerikane në Oman për arsye sepse në Oman janë një popullsi të njëjtët fe me Iranin, shiitët, dhe përpasoj kanë dhe biznese të përbashkëta dhe nuk po e bombardon. Mirë po, do vi pune që sistemin e shqiptar dy duar për një kokë. Irani ja dha ato sinjalet Amerikës, ja rëzoi aeroplanët, që quheshin të parëzushëm, ja goditi aeroplan mbajtësin, ushtarët amerikanë, marinarët amerikanë në aeroplan mbajtësin, si e kishte kjo Ford, rastësisht mori zjarr atje në atë aeroplan mbajtësin, to janë të rastësishme, për mendimin tim, dhe mund të jenë të rastësishme. Pra, Amerika vetëm humbje ka në këtë rast, s'ka asnjë fitim, se shohim të ketë fituar gjë. Avokat, si e shpjegoni që edhe pse ju thoni që Irani është i fortifikuar, është shumë i fortë, amerikanët u futën mes Iranit dhe morën pilotin e tyre që ra në tokë? Nuk është ndonjë do të si e madhe. Sepse kanë aviacionin, kanë trupat e gatshme, të stërvitura për këtë punë. Nuk është ndonjë hata e madhe, nuk kanë bërë ndonjë fitore që të blejë për të diskutuar. Fitoria do quhet vetëm kur qeveria e Iranit t'i thotë Amerikës hajde tani edhe qeverisë ti. Gjë që nuk do ndodhë kurrë. Nuk do bie regjimi i Iranit? Pse i thoni regjim? Dali një me revesh, pse i thoni regjim? Ashtu i thonë gjithë avokat. Po që i thonë gjithë si do t'i them unë, nuk është regjim, është një qeveri që qeverisë dhe mbron interesat kombëtare iraniane. Pse i thoni regjim? Pse bashkoheni me propagandën e Qifutëve ju? Qifut t'i thonë është regjim. Harroni ju që regjimi më i poshtër, më gjakatar është regjimi i Izraelit,